Në kuadër të komunës së Gostivarit, sot u realizua takimi I parë në mes të përfaqësuesve të Këshillit Organizativ të Protestave me Ministrin e Ambientit Qetësor dhe Planifikimit Hapësinor Bashkim Ahmeti, Ministrin e Drejtësisë Valder Xhaferi, I cili është nga fshati Banjic, si dhe kryetarin e komunës Nevzat Beta, për shqyrtimin e mundësive rreth tejkalimit të problemit me deponin rajonale Rusino. Pas takimit u mbajt një konferencë për shtyp me çrast kryetari Beta tha se pasi që ka njoftuar ministrin me gjendjen reale që mbretëron në deponin Rusino, ai ka marrë përsipër që ta njoftoj kryetarin e regionit që përfaqëson 9 komunat e Pollogut, si dhe qeverinë për problemin me të cilin ballafaqohen banorët e Pollogut, tha Beta, duke shfaqur besimin se zgjidhja e problemit do të vjen sa më shpejt. Por as Beta dhe as ministri Ahmeti nuk dha një afat të saktë se kur mund të pritet një zgjidhje. Edhe unë informova Ministrin e Ekologjisë me problemin, që Ministri e Ekologjisë do dale vetë në vendin e ngjarjes të shohë se ai plotëson kriteriumet dhe kushtet e deponia regionale e cila është ndërtuar para 11 viteve, edhe ram dakord edhe me përfaqësuesit, edhe me ministrin, edhe unë si kryetar, që na nuk kemi kur gjë ndaj komunave tjera. Po komuna e Gostivarit nuk ka kushte për të transferuar mbetjet komunale nga komunat tjera të regionit të Pollogut, ku bëjmë pjesë 9 komuna të regionit. Dhe na e informuam ministrin që ministri të bëje takim me kryetaren e regionit që përfaqëson 9 komunat në regionin e Pollogut. Çka mund të ndihmoje ministri, do ndihmoje, dhe mori për obligim që ta informoje qeverin për problemin me të cilën ballafaqohen komunat e regionit në regionin e Pollogut, gjithsesi me problemin që e ka me deponin regionale në komunën e Gostivarit, në deponin Rusino. Në pyetjen e gazetarëve nëse mundet që komuna e Gostivarit ta bart procesin e shpalljes së tenderit dhe dhënien me koncesion të deponisë rajonale, kryetari Beta tha se zgjidhje do të ishte që procesi të menaxhohet në nivel rajonal, por me ndryshimet e nevojshme ligjore, komuna e Gostivarit është e gatshme ta merr përsipër këtë përgjegjësi. Nëse do ketë mundësi që ta marrë përsipër një komunë në aspekt ligjor, unë jam I gatshëm që ta marrë përsipër, që ta zgjedhim problemin, por ligji t'i obligone gjitha komunat tjera të regionit që mbetjet komunale t'i dërgojnë te fabrika për riciklim në bazë të marrëveshjes që do ta marrë ajo kompani që do ta marrën, që ta ndërtonin në bazë të standardeve që I ka ndërtuar fabrikat për riciklim nëpër qytetet ose regionet e vendeve të Bashkisë Evropiane. Pas këtij takimi, do të realizojmë takime edhe me kryetarin e rajonit dhe të shohim hapat e më tutjeshme që duhet t'i ndërmarrim. E morëm për obligim që sa më shpejt të përpilojmë informatën dhe ta dorëzojmë në qeveri. Informata do të paraqeset edhe në konkrete dhe të sakta, do të paraqiten alternativat e mundshme dhe të njëjta do shqyrtohen në qeveri, tha ministri Ahmeti. Pas këtij takimi të zhvillojmë edhe një takim me kryetarin e regionit, të shohim planet dhe hapat e më të tjeshëm që të ndihmojmë sa mundemi në përshpejtimin e të gjitha procedurave dhe gjithsesi morëm për obligim që sa më shpejt e përgatitjen e një informate me të dhënat sakta dhe konkrete me alternativat e mundshme të paraqesim qeverisë për shqyrtim. Të gjitha mundësitë që qeveria dhe Ministria e Ambientit I ka për në këtë proces të zgjidhjes së këtij problemi, do t'i qasemi sa më seriozisht do mundohemi që të jemi në shërbim të arritjes së këtij qëllimi, I cili është problem serioz për qytetarët e rajonit të Pollogut. Përkaq në pyetjen drejtuar ministrit të Ambientit Qetësor dhe Planifikimit Hapësinor se ku përfundojnë mbeturinat e 9 komunave të Pollogut me që bllokada drejt Rusinos u hoq vetëm për komunën e Gostivarit, ministri u përgjigj duke thënë se kjo është pyetje që duhet u drejtohet kryetarëve të komunave. Me sa kemi njohuri, komunat tjera I dërgojnë në për deponi tjera rajonale, këtë pyetje do drejtoheni konkretisht te kryetarët e komunave, se është përgjegjësia e tyre.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e Këshillit Iniciativ pas konferencës për shtypët që u realizua sot në komunën e Gostivarit, u shprehën shkurt se ishin të kënaqur me fillimin e bisedimeve për zgjidhje të problemit dhe se gjithçka po lëviz sipas dinamikës së parapar.